E famshmja Parashevi Simaku, e cila prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pezulluar vendimin për t'u rikthyer në Shqipëri, pas deklaratave të shumta që ka pasur rreth emrit të saj muajt e fundit. Ndonse u fol se ajo do të mbërrinte në Shqipëri në vjesht, me sa duket këngëtarja ka ndryshuar mendim, duke preferuar që të rrijë sa më e distancuar nga vendlindja e saj, duke zgjedhur që të vijojë jetën në Amerikë, larg projekteve për një karrierë të re në Shqipëri. Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dik tjetër me shpifje, jini të sigurt, në atë moment e ulni vetëm veten, shkroi artistja në reagimin e saj. Duke kujtuar përvojat e ngjashme që ka përjetuar gjatë karrierës, Simaku përmend vitet 1985, 1988, kur sipas saj, edhe pse fitonte çmime me përkushtim dhe sakrificë, përballej me zili dhe mllef nga ata që nuk e duronin suksesin e saj. Megjithatë, ajo thot se as atëherë dhe as sot nuk ka lejuar që sulmet ta ndalin. E bindur në rrugën e saj, Simaku thekson se publiku e njeh mirë dhe e di se çfarë ajo përfaqëson. Gjithçka nisi pas disa deklaratave të forta nga shqipja. Gjatë një interviste shqipja është shprehur e shokuar për ato çka kishte dëgjuar për të shkuarën e saj.